Vazhdoj me një pyetje tjetër, një shikues thotë desha të bëj një pyetje lidhur që ka të bëjë me hajmalin. Nuk kam fëmijë, kam qenë te një hoxh dhe më ka dhënë një hajmali për ta mbajtur, por kam dëgjuar se nuk është e lejuar që të mbahet hajmalia. Por ai hoxh më tha se hajmalit e shkruara me Kur'an janë të lejuara për të mbajtur. Sa është e vërtetë kjo, si qëndron punë? Neve kemi fol në disa pyetje në lidhje me mbajtjen e hajmalive dhe kemi sqaruar se ky veprim do thotë nuk është për veprimeve që do duhej ti vepronte besimtari i sinqert musliman, për arsye se janë vepra që nuk i ka vepruar Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe gjeneratat më të mira duke filluar prej sahabëve dhe ata të cilët i kanë pasuar ata e kështu me radh, do thotë themi se kjo është do thot një vepër e ndaluar dhe muslimani duhet t'u largohet edhe atyre njerëzve që njiren do thot me këto hajmali, i shkruajnë ata, po edhe nga mbajtja e këtyre hajmalive në përgjithësi, për arsye se janë veprime do thot që shpihen besimtarin në kufër. Tregohet me një rast se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë do thot në vendin e tij, kanë ardhur disa njerëz do thot edhe me pranu islamin para tij. Do thot edhe m'ia dhan dorën se ai është pejgamber i Zotit dhe do ta pasojnë atë. I dërguari i Allahut ju afrua atyre dhe i pranoi të gjithë një nga një dhe kur erdhi te një person do thotë refuzoi do thotë m'ia dhan dorën dhe i tha se ti je një person i cili bart me veti hajmali dhe un nuk do ta jap dorën apo nuk do të lejoj do thotë që ti të pranosh islamin përderisa nuk e largon atë. Dhe ai e fut dorën në gjoksin e tij, e largon atë hajmali e gjuan dhe e pranon islamin. Edhe pejgamberi azam thotë se kjo është veprim do thotë i kufrit dhe ai i cili do thotë e mban do thotë hajmalin do thotë e shpihen do thotë ajo vepër e shpihen në shirk, do thotë në idhujtari. Pra po e kuptojmë qartë se këto veprime nuk janë të lejuara. Mirë po për të qenë korrekt do thot me këtë shikues, neve themi se disa prej ulemave kanë shpjeguar se nëse ato nuskat apo themi hajmalit apo copat të letrave në to shkruhen do thot ajetet e Allahut të Madhërisëm dhe shkruhen lutje profetike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me një fjalë nuk ka shenja të magjistarëve, nuk ka do thot shkrime të pakuptueshme, nuk ka do thot vetëm shkarravitje që zakonisht janë do thot në për hajmalit e magjistarëve, mirë po në fakt do thot janë të shkruara ajetet e Allahut të Madhërisëm, bismillahi, ndonjë ajet kuranor apo ndonjë lutje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ajo flet palohet qoftë në formë hajmalie apo në ndonjë formë tjetër, edhe muslimani e bart me vete, disa prej ulemave, them do thot për të qenë korrekt, disa prej ulemave kanë thënë se kjo nuk ka të keqe, për arsye se ai nuk po bën do thot diçka që është do thot prej veprave të shirkut, diçka të pakuptueshme, ndonjë veprim që do ta shpihen besimtarin në shirk, mirë po e mban do thot fjalë të Allahut dhe si bereqet i atyre fjalëve ka mundësi që Allahu xhela wala ta mbroj atë dhe ta ruaj atë. Disa prej ulemave, një numër shumë i vogël i dietarëve e kanë leju këtu, po jo në formë do thotë preferimit apo në formë do thotë të praktikim. Po, e kanë leju do thotë duke mos e trajtuar si diçka të kufrit apo si diçka shirk. E shumë prej ulemave e kanë konsideruar këto ose të urrëtur, do thotë me kruh, ose do thotë të ndaluar duke u nisur nga fakti se kjo tek njerëzit nuk është e kuptueshme se a ka posaçërisht në kohën tonë apo në rrethanat e shoqërisë tonë ku njerëzit nuk dinë çfarë ka brenda atyre hajmalive, ai mund të pretendojë se ka ajete të Kuranit apo ka në fakt do thotë të jenë do thotë shkarravina të magjistarëve apo shenja simbole të magjistarëve, kështu që më e drejta është që neve t'i largohemi tërësisht këtyre hajmalive për disa arsye, ndërto është e para se janë do thot veprime që e shpihen besimtarin ta humb do thot besimin, bindjen e drejtë për drejtë në Allahun e Madhërisëm dhe me një formë do thot të anoj në mbështetje apo ta sfidoj do thot tevekulin e besimtarit, do thot mbështetjen e njeriu në Allahun e Madhërisëm. Në vend që ai t'i drejtohet Zotit Madhërisëm, t'i lutet atij, do thot i shkon mendja atë letrat të cilën e mban, që kjo do thot
e lëkun do thot, e lëviz do thot bindjen e plot në Allahun e Madhërisëm se ai është mbikëqyrësi, ai është sistematizuesi, në dorën e tij është çdo gjë e jo do thot gjëra të tjera që janë do thot krijesa të Allahut të Madhërisëm. Kjo është do thot arsyeja e parë, do thot që e degradon do thot mbështetjen në Allahun e sinqert në Allahun e Madhërisëm. Shkaku tjetër mund të jetë edhe ai që me të vërtetë është i rëndësishëm me kuptu njerëzit që njeriu do thot mund të mashtrohet nga disa njerëz që ata të pretendojnë, siç thash pak më herët, thonë se këto hajmali gjendet fjala e Allahut, po në fakt do thot nuk gjendet në to dhe me këtë do thot mashtrohet dhe arsye tjetër mund të jetë edhe kjo në gjuhën arabe i thonë do thotë mos me të shpije kjo do thotë në veprimin e gjërave të ndaluara, për arsye se do thotë këto janë vepra do thotë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka vepruar. As sahabët shokët e tij nuk e kanë vepruar. As gjeneratat më të arta nuk e kanë vepruar. Atëherë neve nuk kemi mundësi me qenë më të devotshëm, më besimtar më të dijshëm, më besimtar më të sinqert se sa këta njerëz se kanë kalu dhe përderisa ata nuk i kanë vepruar këto gjëra, atëherë drejta jon është edhe ne të largohemi atyre dhe të mundohemi të gjejmë zgjidhjen e problemeve tona në ato forma që vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka hulumtu, duke drejtuar lutjen e sinqert ndaj Allahut të Madhërisëm dhe duke kërkuar do thotë sebepe tjera që janë të paraparë në përditshmërinë tonë. Zoti e di më së miri.